Partia Demokratike kërkon nga prokuria e posaçme që të veprojë ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke zbatuar të njëjtën standard që sipas saj u aplikua në dhjetor të vitit kaluar, me kërkesë për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi deklaroi se sipas opozitës, pozita e Ballukut të shërënduar dhe se tashmë ekzistojnë rrethana që kërkojnë veprim nga organi akuzës. Testi është vendimtar, sepse pozita penale e ish-zëvendës kryeministres është rënduar sipas vetë njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurisë posaçme me dyshimin për kryerjen e 2 veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. Kush po e pengon prokurinë e posaçme të zbatojë ligjin, ku ligji dikton se me rëndimin e pozitës penale duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. Bardhi ngriti gjithashtu dyshime se SPAK mund të jetë duke përdorur standarde të ndryshme në trajtimin e çështjes së Ballukut, duke theksuar se drejtësia duhet të jetë e barabartë për të gjithë dhe të mos bëjë dallime në zbatim të ligjit. Pse jemi përpara një standardi të dyfish? Sepse në dhjetor, prokuria e posaçme kërkoi heqjen e imunitetit për arrestimin e Belinda Ballukut, duke u mbështetur në një standard që sot nuk po e zbaton. A ka ndërhyrë Edi Rama te drejtuesi i ri i prokurisë posaçme për të shtyrë të paktën deri në shtator zbatimin e ligjit dhe të njëjtit standard për çështjen e Belinda Ballukut. Sipas kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, mënyra se si do trajtohet kjo çështje do të shërbejë si një test për besueshmërinë dhe pavarësinë e organeve të drejtësisë në Shqipëri. Ai theksoi se qytetarët presin që ligji të zbatohet në të njëjtin standard për çdo zyrtar, pavarësisht funksionit apo përkatësisë politike.